Tani më në fund është zbuluar numri I finalistëve. Do kemi 4 finalistë këtë sezon, ndryshe nga sezoni I kaluar që ishin 5. Në këtë sezon do jenë 4 finalistë. Gara sa vjen e vështirësohet, sepse 2 finalistë u zgjodhen tashmë, që janë Rozana dhe Laerti, suksese të dyve për në finale. Dhe tashmë ka ngelur vetëm një vend bosh. Një vend bosh e them këtë sepse një vend është I gjestit. E meriton ideali që të shkojnë në finale, qoftë edhe për kohën e qëndrimit që ka aty brenda rreth 170 dhe sa 180 ditë, nuk është pak, nuk është e lehtë dhe normalisht e meriton finalen. Për mendimin tim, gjithmonë. E kam thënë që në fillim të që kur hyri, e kam thënë që ai e meriton finalen. Tani janë 5 veta të tjerë për një vend. Pra është Egli, është Gerta, është Danja, është Jozi, është Loredana. Janë 5 veta të tjerë për një vend. Lufta do jetë tepër e ashpër. Unë kam vetëm një mendim. Në këto momente që ne flasim, që jemi 2-3 ditë përpara gjysmëfinales dhe të shtunën pra do përcaktohen edhe 2 tjerët. Unë mendoj se çdo gjë është vendosur tashmë nga publiku, çdo njeri e ka në kokë të qartë finalistin e vet, edhe mendoj që banorët duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm këtë ditë, ta shijojnë me pozitivitet, të bëjnë lojra, të mos bëjnë asnjë nga këto budalliqet e debateve të rënda, sepse për një fjalë goje ti mund ta humbësh edhe finalen, dhe sepse nuk ndryshon më asgjë. Tashmë nuk ndryshon më asgjë. Secili e ka target grupin e vet fansave, I ka votat e veta dhe nuk ndryshon asgjë. Kështu që besoj ta shijojnë. Shpresoj mos bëjnë fushata për njëri tjetrin, po të shohin veten e vet, të shohin lojën e vet në kuptimin dhe procesin e vet, dhe kështu të shijojmë një 10 ditë të fundit me pozitivitet dhe pa të përtitura.